Lulzim Basha do të hyjë në historinë e Tiranës si kryebashkiaku me më shumë premtime të pambajtura, absolute. Lista është aq e gjatë sa që është absurde pretendimi i njerëzve të PD-s që thotë Luli kishte vizion, por nuk bëri punën. Premtoi se Tirana do të ishte një nga qytetet më të pastra në Europë dhe se ujërat e zeza do të përpunoheshin dhe nuk do të derdheshin më në lumin e Lanës. Në 4 vjet nuk ka bërë absolutisht asgjë në këtë drejtim. Asnjë projekt ide, asnjë studim dhe jo për investimet që as nuk bëhet më fjalë. Asnjë fjali nuk thuhet më nga Lulzim Basha për përpunimin dhe impjantin e ujërave të zeza që do të mbronte qytetin e Tiranës. Jo vetëm që nuk e zgjidhi problemin e lumit të Tiranës, por ka lënë dhe Lanën të katandiset në një ambient të pisët publik që bën me turp jo vetëm çdo qytetar të Tiranës, por dhe çdo shqiptar në sytë e Evropës. Qytetarët natyrisht nuk presin më asnjë zgjidhje nga Lulzim Basha. E tani e kanë të qartë se ai nuk mund të japi as zgjidhje, nuk mund të japi as ide, as vizion. Zgjidhja e këtyre problemeve, për të cilat vuan sot kryeqyteti, do të vijë pas 21 qershorit kur Tirana të shkojë në drejtimin e dur. Faleminderit.